shahrun pra, nuk është ditë, po është muaj. Dhe ky muaj i plot pra që ne agjeruam na fuqizoi wa zadatuhum imana. Siç thot Zoti në Kur'an, na fuqizoi pra imanin tonë, besimin tonë. Dhe tash na si kemi dalë me këtij muaji, elhamdulillah, falënderimi të Allahut, na tash jemi të përgatitur për çdo lloj sfide. E kemi durimin më të fortë, si në komunikacion, si në diskutim me njerëzit. Jemi më të qetë, jemi më familjar, jemi më pranë adhemut, jemi më pranë diturisë, më pranë shkencës. Dhe kjo është pra mirësia dhe begatia që na dha ky muaj i bekuar i Ramazanit, që është muaj i Kur'anit, që ishte muaj i natës së Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Prandaj pas këtij muaji ne mobilizohemi edhe më fuqishëm që të ndihmojmë në punë të mira dhe të ndalojmë të këqijave. Sepse kuntum ummatul khair, pra ne jena ummeti më i mirë që ndalojmë nga të këqija dhe i ftojmë njerëzit në të mirën.